Me të thonë drejtën, jam një femën që e kum lanë Gjermanien, jam këthyn këtë shtetë bukur tonin, kur nuk jam e shgënjyne pse jam ardhë, po e falenderoj Zotin që jam këtë shtetë, edhe e falenderoj Zotin që ma ka dhanë mundësien, se pa ma dhanë Zotin mundësien s'kisha mujt me arritë që të kuja. Atëherë që sa vite merresh kështu me bimë shëruese? Unë qysh në Gjermani, kom punu 7 vjetë me një firmë ku ka pas bimë dekorative, shëruesa dhe aromatike. Aty filloi nështë ideja jote për... Aty, po unë qysh për para, do me thonë edhe pashku në Gjermani, e kom pas hobby dhe kom pas shumë dëshirë dhe të prind, kena mbjell lule, kena, do me thonë, po atje jam e kom pa që muj me gjetë vetin edhe në Kosovë. Unë e kom pa që nuk duhet një njeri vetëm me punu për dikan, po kur i ka i mbledh forcat edhe jep vetit kurajo edhe me pozitivitet, atëherë pse mos me vazhdu në shtetin tem ku e kam tokën, ku e kam jetën, ku i kam punëtorët,